Cili është emri i vërtet i Nën Terezës, fitueses së çmimit Nobel për paqe? Gonxhe Boyaji, as I remember. Çfarë produkti ushqimor i hidhet çiftit të sapomartuar për prosperitet? Oriz! Oriz! Dhe karamele, po besoj se flitet për orizin. Kush e shkroi Iliadën dhe Odisen? Kemi ca vite pa i lexu këto. U bën disa vite para se ta shoh. Iliadën dhe Odisen. O shumë të mëshme që nuk kam bërë mend. Sa vjet zgjat një mandat presidencial në Shqipëri? 5 vjet. Cili është lumi më i gjatë në Shqipëri? Është një lum që kalon në 3 qytete, por Erzeni do thoja. Cila stiliste franceze shpiku fustani dhe zi të shkurtër, Little Black Dress dhe parfumin e famshëm No. 5, My Favorite Chanel. Duhet jetë aq ngjyra ka ylberi? 7 ngjyra ka ylberi. Drejtori sportiv i Milanit është shqiptari. Kur ti ki prapë në Milano, do interesohem për momentin. Di vetëm disa vende nice për të shkuar. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? Po do mbrasin. Tani afër u shpall, po 2015. Ndjes kosovarëve se nuk e kemi marrë seriozisht. Jo, 15 shkurt është data, vitin se mbaj mend. Luan aktualisht me Sunderlandin në Angli, kapiteni nga futbolli jam. Qa të bëj? Kush e ka shkruar poemin Lahuta e Malësi? Si ajo, që kemi rënd fare me librat. Ishin drejt banorët? Sa shtete ka SBA-ja? 53. Lahuta e Malësisë. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel në mjekësi në vitin 1998? Nope, sa mbaj mend. Me origjinë shqiptare. Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin dhe Kelly? Hermes, ju lutem. Këtu normal që shkëlqejon. Po deshe jap edhe emra tjerë, domethënë. Constance, ku di unë. Cili balerin shqiptar u bë i famshëm në Itali përmes programit televiziv Amici? Kleti Kadiu? Cili planet njihet si planeti kuq? Mars, ndoshta. Cila këngëtare e lindur në Prishtinë ka fituar disa çmime Grammy dhe njihet për hitet New Rules dhe Levitating? Dua Lipa. Cila markë italiane ka si logo kokën e meduzës? Versace. Versace. Sa vite ka një shekull? 100. Cili stilist spanjoll njihet për këpucet me taban të kuq? Louboutin. Fa këtu, të lutem tash.
Christian Louboutin. Pse si vesh ato sot? Kush e luan rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? Janë dy aktore që po bëjnë edhe dyshin, por unë me emrat jam shumë rënd të aktorëve. Miranda dhe Anne duket e kanë të filmi, po kështu nuk ja di. Di që po bëjnë dyshin dhe do dalë shumë shpejt dhe të shikoj. Cila këngëtare me origjinë shqiptare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna? Mund ta shih pa e marrë vesh këtë, por ndoshta Ava Max më duket e ka, mendoj. Ava. Personazhi i këpucëve që veshi këpucë kristali. Hirusha. Hajde se të paktën e prishëm të letërsia, apo të këto tjera të ndrisim. Cinderella. Kush janë dy vëllezër që u përballën me njëri tjetrin në Euro 2016 duke luajtur për kombëtare të ndryshme Shqipërinë dhe Zvicrën? Me fytyra i njoh, po me emra kam pak të vështirë, e mbaj mend dhe momentin, por nuk më vjen për momentin fare. Unë dhe futbolli jemi, unë përfundimisht nuk jam për procesin sportiv. Në cilin kontinent ndodhet Egjipti? Më duket se e kap Afrika. Afrika? Artistja e famshme amerikane që interpreton këngën Diamonds on the Girl Best Friends duke u bërë ikonë e stilit? Kush e ka këndu këtë? Diamonds on the Girl? S'më kujtohet. Ka thënë një gjë shumë të zgjuar, e falenderoj, po nuk ja di me emrin që ta citojmë. Mona Lisa, piktura e famshme e Leonardo da Vinci është Mona Lisa. Ose Mona jon, e përshëndesim. Mona, cili film i vitit 2023 shkaktoi një trend global të modës në ngjyrë roz? Me ngjyrë roz, mendoj se ishte Barbie. Barbie, I remember. Aktoria të cilit është shpallur si femra më e bukur në gjithë botën. Kush ishte mbretëresha e Egjiptit të lashtë e famshme për Romën? Cleopatra. Ore, si kam dhe shkeshën? Cila ditë e vitit njihet si dita e gënjeshtrave? 1 prilli. Cili sport njihet ndryshe si tenisi i tavolinës? Është ping-pongu. Puf. Perimja që i bën njerëzit të qajnë kur e presin. Qepa, unë nuk e ha, kështu që. Onion. Njësia monetare, moneta zyrtare e Anglisë është pound. Kush është autori i romanit Generali i ushtrisë së prap ju me e morën vesh tash që autor nuk na vjen asnjë gjë në këtë moment. Turp. Generali i ushtrisë së vdekur. E kemi lexuar me 100 herë në gjimnaz. Sa t'ja fus të bëjnë një gaf kot më mirë, po e bëj skip se. Kombëtarja shqiptare e futbollit u kualifikua për herë të parë në cilin kampionat evropian? Më falë, kombëtarja shqiptare, por unë nuk marr vesh nga futbolli. Unë jam nga ato tifozë që ulem aty dhe them me çfarë ngjyre jemi ne, do me thonë. Do mundohem të agjernohem pak më shumë. Në vitin 2025 u shpall zyrtarisht pasuri
e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s, cili instrument që përdoret në veri të Shqipërisë? Mendoj se është lahuta. Sa shenja ka horoskopi? Kemi folë për këtë horoskopi. 12 shenja ka horoskopi. Cili vend njihet për shpikjen e picës? Mendoj Italia. La pizza, la pizza, la pizza. Cila kafshë njihet si mbreti i xhunglës? Luani. Cili është kryeqyteti i Japonisë? Tokyo. Çfarë do të thotë shkurtesa AI në anglisht në teknologji? Inteligjencë artificiale. Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Korabi. Eposi shqiptar njihet si eposi i... Eposi shqiptar njihet si eposi i... Ilirëve. As I remember. Eposi i Ilirëve, po. Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote në futboll? Do ja fus me hamendje. Si jo tifoze që jam, mendoj Portugalia, po se besoj të jetë kjo pa hajtë. Njëherë në sa vjet bëhen zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, në rast se nuk janë, domethënë kështu, zgjedhje të parakohshme, njëherë në 4 vjet. Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit? Paris, në Paris. Po, më ka ngel mendja te lahuta e Malsisë. Sa ngjyra ka flamuri i Gjermanisë? 3. Cila judiste nga Kosova fitoi medaljen e parë të artë olimpike për vendin e saj në Rio 2016? Mbiemrin Kelmendi jam mbaj mend, po emri nuk më vjen. Me më e ka. Majlinda Kelmendi, një gjë e tillë. Sa lojtar ka një ekip volejbolli në fushë? 6 lojtar. Si u dukëm? Kur thot Brigena u bëm hora? Duhet ike? Besoj se po. Faleminderit.